kapet një avion spiun rus mbi Balltik. Polonia njoftoi se avionet e saj luftarak kishin interceptuar një tjetër aeroplan zbulues rus mbi detin Balltik. Për herë të tretë gjatë javës, avionin nuk shkeli hapësirën ajrore polake, tha komanda operacionale e ushtrisë polake, po ashtu se në incidentet e mëparshme nuk kishte paraqitur një plan fluturimi dhe transportderët e saj ishin jashtë funksionit. Ky është tashmë rasti i tretë i tillë këtë javë, duke konfirmuar aktivitetin në rritje të aviacionit rus në rajonin e Balltikut, tha ushtria. Vendet në krahun lindor të NATO-s kanë qenë në gatishmëri të lartë për shkelje të mundshme të hapësirës ajrore, që nga shtatori kur 3 avion ushtarak rus shkelën në hapësirën e Estonisë për 12 minuta dhe disa ditë më shumë se 20 dronë rus hyn në hapësirën ajrore polake.